publik. Gjatë mandatit që kaloi keni pas takime me qeverinë, qoftë edhe me kryeministrin apo edhe ministrin e financave rreth sektorit? Kemi pasur takim me ministrin e financave lidhur me pagën minimale, ku në fakt ajo ka qenë sa përsy faqja e takim, sepse kur bisedu për pagën minimale, ne si sindikat kemi shku me kërkesën që paga minimale të filloj nga 1 janari me 600 euro. Dhe një farëforme pjesë të dërmuese e persona prezent që kanë qenë aty, kanë qenë të gatshëm dhe kanë pranuar që paga minimale të jetë 500 euro që nga 1 janari i këtij viti. Normal kemi qenë si në mënyrë, po themi si sindikate e vetme, por megjithatë, ai e ka thonë Ministri i Financave, ju garantoj se paga minimale që nga 1 janari do të filloj me 500 euro. Kjo nuk ndodhi. Filloj me 425 euro dhe tani nga një korrigu do të jetë 500 euro, por megjithatë ne publiku ne kemi njoftuar që edhe në shumë kompani kemi raste kur aty ku ka prekje institucioni shtetënor, Ministria e Punës, Ministria e Financave dhe Qeveria, në disa vende nuk po respektohet paga që është kanë farë vendimit të kryeministrit Kosovës. A shmarë ndonjë hap rreth këtij shqetësimi tuaj? Ne normal që kemi bë presion publik, presion tek pronarët e kompanive, kemi raste ku po, në farforme kemi raste ku është rrita e pagë. Kemi raste, po them nga burimet jo zyrtare, Ministria e Punës Brendshme ja ka ndërprer kompanisë së sigurimeve kontratën, sepse kompania s'ka qenë në gjendje me përmbush kontratën për pagën minimale prej 425 euro, dhe Ministria e Punës ja ka ndërprer kontratën pse nuk pe i përmbush. Kemi në disa vende tek Ministria e Punës që faktisht në disa pika veç ka arrit kjo shifër, sepse ne kemi njoftuar Ministrin e Punës, kryeministrin kemi njoftuar edhe Inspektoratin e Punës dhe po ka lëvizje, por megjithatë çka kemi nevojë na me shty një proces përpara kur është vendimi i qeverisë dhe i ka mekanizmet e vetë, ai duhet normal që të implementohet. Në takimet që keni pas, pas jemi krejt fund, takimet që keni pas me Ministrin e Financave, a ju ka njoftuar paraprakisht se do të bëjë kjo shtesa për 100 euro? Da keni ditur për Jo, këtë na shtesë? po flasmi sepse kjo ka ndodhur dikon në tetor, në nëntor, eventualisht dhjetor vitit kaluar, kështu që absolutisht nuk është menduar për ta. Sa i përket shtesës për 100 euro.